Përfundon verifikimi në terren të gjitha mjeteve në qendrën e grumbullimit të automjeteve të përdorura në Vlorë, e cila në fakt nuk duhet të ekzistojë më. Kjo qendër që ndodhet pranisht stacionit të trenit të Mallrave në lagjen 24 Maj ka shërbyer si një varrez automjetesh gjatë periudhës së fundit, ndërsa për 2 dekada automjete të tilla kanë qenë në Vlorë në pika të ndryshme të grumbullimit që nga viti 1998 deri më sot. Në kuadër të një aksioni të ndërmarrë në nivel kombëtar, u vendos që kjo hapësirë të pastrojë plotësisht, por deri më tani nuk është marrë asnjë mas në këtë drejtim. Automjetet në gjendje pune pritet u kalojnë institucioneve publike për përdorim zyrtar, ndërsa ato që nuk janë më funksionale do të dërgohen për skrap. Për këtë qëllim, një grup pune i ngritur nga Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës mbylli verifikimet në terren, ndërsa është mundësuar mbikëqyrja e procesit dhe identifikimi dhe klasifikimi mjeteve. Kjo zonë ka shërbyer kohët e fundit si pika ku transportoheshin automjetet e sekuestruara nga policia për shkelje të ndryshme, përfshirë aksidentet, krimet ose shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Pas mbylljes së pikës së mëparshme në Triport, të gjitha automjetet u zhvendosën këtu. E megjithse ka përfunduar verifikimi, nuk ka nisur ende asnjë procedurë për heqjen e mjeteve. Kjo gjë e bën të vështirë edhe vetë punën e policisë apo ruajtjen e tyre, sidomos gjatë natës, ku kjo zonë që ka shtrirje të gjerë është në errësirë totale dhe mund të bie prej grabitjeve. Ndërkohë, burimet policore konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se automjetet që shërbejnë si prova materiale në hetime kriminale apo aksidente rrugore nuk do të preken për momentin, pasi ende janë pjesë e dosjeve që janë në proces, por për hir të së vërtetës ato janë shumë në numër. Ky aksion është vetëm një pjesë e një plani më të gjerë për të çliruar qendrat urbane nga objektet e braktisura dhe të sekuestruara ndër vite dhe për të sjellë një frymë të re në menaxhimin e hapësirave publike në funksion të komunitetit.